Zëvendës kryeministra njëherësh ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka bërë të ditur se tashmë investimi për ndërtimin e rrjetit 20 kV të njësinë administrative të Velipojës në bashkinë e Shkodrës ka përfunduar. Sipas Ballukut, ky projekt përfshin vendosjen në funksion të 21 kabinave të reja dhe ndërtimin e një linje të re elektrike me gjatësi 10 km, duke synuar rritjen e sigurisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike. Në funksion të këtij investimi strategjik është edhe nën stacioni i ri, 110-20 kV, që garanton furnizim të qëndrueshëm dhe cilësor me energji për rreth 1100 abonent vendas, si dhe për mijëra turistë që frekuentojnë këtë zonë bregdetare gjatë sezonit turistik. Së bashku edhe me nën stacionin e ri 110-20 kV garantohet një furnizim cilësor me energji elektrike për abonentët dhe turistët që frekuentojnë bregdetin në këtë zonë, shkruan Balluku. Ky projekt përbën një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës energjetike në zonat turistike dhe kontribon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të rajonit. Velipoja gjatë sezoneve të shkuara verore ka vuajtur ndjeshëm problematikat me energjinë elektrike, ku ikjet e vazhdueshme kanë ndikuar si tek imazhi turistik, ashtu edhe tek biznesi, duke dëmtuar jo pak pajisje elektroshtëpiake dhe sende të tjera. Tashmë investimi i ri pritet të japë një hovë tjetër turizmit, duke u bashkëngjitur edhe investimeve të tjera të realizuar në infrastrukturë, siç është rruga Shëngjin-Velipoj, e ku pritet së shpejti të nisë edhe projekti për ta lidhur Velipojën me Ulqinin përmes urës mbi lumin Bun.